Ndonjëherë mendon se Allahu po të vonon, por në të vërtetë ai po të mbron, sepse nëse do ta merrje atë që kërkon para kohe, ndoshta do ta humbisje shpejt. Ai të vonon për të forcuar, për të bërë më të mençur, për të afruar më shumë tek ai. Mos u nxit, sepse edhe lulet më të bukura lullëzojnë ngadalë.